Unë këtë e kam bërë në kohën që sa po kishte filluar se s'kishte filluar rruga. Kuptoj. Me gjithmonë, jo me pretendimin për të futur njerëz burg, se nuk është ky qëllimi im, por ishte pretendimi për të frenuar këtë maskarat që po ndodh. Shkuat në fillim, takuat njerëz dhe i thatë që është diçka që... E kam telefonuar paraprakisht kryetarin e bashkisë, ku i kam kërkuar të triqej nga të studioj... Kryetarin aktual. Kryetarit aktual. Të studioj njerë, të pyesin inxhinierët e zonës. Më ka sfiduar duke më thënë nëse ti mendon që është e parregullt, drejtohu spatut. Të ka kërkuar vetë? Më ka sfiduar vetë. Nuk e kishte më ka sfiduar. Po ju megjithatë nuk e keni denoncuar atë, nuk keni folur për Nuk e kam denoncuar se nuk kam besuar që një kryetar bashkie, një bashkie si Kolonja, Tropoja, Tepelena, mund të jetë në gjendje të ketë kapacitetet dhe burime njerëzore për të bërë një projekt rruge. Kështu që mendua që ai s'ka lidhje me rrugën. Që ai s'ka lidhje me rrugën. Po atëherë kur dolën tani përgjimet e tij që ai kështë pas lidhje me rrugën. Përse i s'ka lidhje me rrugën? Ai e ka marrë projektin nga jashtë, nga një projektues, e ka futur në Këshillin Bashkiak, e ka miratuar në Këshillin Bashkiak dhe e ka nxjerr, e ka drejtuar RSH sikur është ai artuesi dhe projektuesi i rrugës. Por betimet nxorën që projekti është bërë nga një kompani private dhe në disa shkresa më kanë thënë që ka qenë dhurat nga kompania private, se u doli në modë në ato kohë që bëshin projekte dhurat për të marrë zbatimin. Dhe në këtë rast, domethënë, pra erioni i saj është pa lidhje me situatën. Sipas meje është pa lidhje. Hetimet kanë nxjerrë që ai është futur vetë, ka pasur dëshirë të madhe për të bërë pjesë e diskutimeve. Një person që për mua është shumë i rëndësishëm është investitori i rrugës, që është drejtori i RSH-s. Drejtori i RSH-s, po. Drejtori i RSH është investitori i rrugës i cili investon. Jo çdo projekt që shkon në RSH financohet. Zoti Verdha. Zoti Verdha. Edhe këtë e kam takuar paraprakisht, para se të bëj shkresat, i kam kërkuar. Ju i njihni që i takonit apo si afrohet? Ju dal borxhit moralisht. Ju dal borxhit dhe duke qenë se dhe Ergyz Verdha ka qenë dhe djali i profesorit të Fakultetit të Ndërtimit, ja kam kërkuar dhe i kam thënë mos turpro babain se kjo është një turp i madh që do dalë në të ardhmen dhe turp do jetë. Aty kuptova që ishte një fuqi tjetër mbi Verdhën që e kishte detyruar për të, sepse tha ajo rrugë do bëhet. Pavarësisht se unë i kërkova të anullonte tenderin, se tenderi ishte parasaktuar. Unë i shkova Ergyz Verdhës me emrin e kompanisë e cila do fitonte tenderin mbas një jave. A ju i tha do fitoj ky, ndërkohë që mos bëj tender, ai vazhdoi bëri tenderin. Të njëjtën gjë bëra edhe autoritetit të programit publik, e cila më ktheu një përgjigje, më tha, ligji nuk na detyron ta ndalojmë. Por mbasi të bëhet tenderit, ju mund të kërkoni një hetim nga ana jonë. E kërkova dhe ka dalë një vendim, nuk e keni ju aty, ka dalë një vendim në vitin 2021 ku janë dënuar 6 punonjës së RSH-s për rreth 30 shkelje në lidhje me këtë projekt. Kjo domethënë i kam takuar moralisht për t'u dalë. Po, zonjë Balluku, pse e keni çuar në spak kjo? Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë. Tani, ministri dhe drejtori i RSH-s është financues i çdo vepre. Sado që të vi dhurat nga një kompani, sado që të vi nga një bashki, ti minimumi do bësh minimumin për të kontrolluar nëse ky projekt është i qëndrueshëm në terren apo jo. Se mund të jetë një projekt që nesër mund të sjellë pasojë të mëdha, siç ndodhi, dhe siç mendoj që do ndodhi prapë, sepse ajo është një rrugë e paqëndrueshme. A pse ju nuk besoni kjo rrugë? Ajo rrugë do shëmbet. Jo, ajo rrugë për shkak të mënyrës se si është projektuar, ajo mund të ketë probleme të ardhmen. Dhe një nga problemet është në dimër, në çdo dimër që nga momenti që shap rruga, ajo rrugë është mbyllur sa herë bie borë. Se një rrugë që nuk e kap dielli, nuk shkrihet bora, dhe po të shkriu bora, ajo mbyllet. Të gjithë pak më tutje do shkrinte bora, pak më tutje do shkrinte, se tani ka sa afër është, pak më tutje binte dielli? Po ja, pra binte dielli, sepse ajo vjen, domethënë ulet dhe ngrihet prapë dhe krijohet një formë grope aty që nuk shkrin bora dhe ajo bëhet e rrezikshme. Çdo rrugë, asnjë metër katror nuk duhet të rri pa u kapur nga dielli, sepse një ngritje e vogël bëhet problem për aksident. Dhe këto gjëra i shikojnë projektuesët. Dhe për këtë arsye unë kam ngula që një projekt fiktiv nuk mund të zbatohet, sidomos në terren të vështirë si Qafa e Qarit. Ndërkohë që tani rruga është fakti kryer.
Rruga është fakt i kryer, gjithsesi përsëri ka mënyra për ta lehtësuar ose për ta zvogëluar sa më shumë atë gabim. Si? Të ripunosh përsëri atë? Minimumi RSH ka detyrim sa më shpejt mundësisht dje të asfaltojë gjurmën e vjetër. Të ripunojë atë gjurmën e vjetër. Mbi atë shtresë të bëj asfalt të ri. Të eth asfalt siç ka ndodhur nga Erseka në drejtim të Leskovikut, që është bërë një rrugë gjurmën e vjetër ka qenë. Nuk u bë rrugë e re. Mbi gjurmën e vjetër bëri një asfalt total të rrugës. E ka detyrim të bëj asfaltimin e rrugës dhe pastaj le të vendosin vetë publiku se nga do kaloj. Unë jam i sigurt që do kaloj nga gjurma e vjetër sepse e din që është më e sigurt. Jo, përveç asaj, çdo turistët anë kalojnë nga gjurma e vjetër. Turistët nuk vinë shikojnë rrugën, se rrugët i kanë më të mira nga ne. Ata vinë shikojnë bukuritë natyrore të zonës. Dhe është në gjurmë, pavarësisht gjurmë me kthesa, ka një bukuri se ka pemë, ka natën kur kalon ka dhe kafshë të egra dhe buta që kalojnë, më është e këndshme udhëtimi në gjurmë. RSH-ja ka detyrim. Banorët kalojnë një mundësisht dje. Të asfaltoj, pasaj, bazë 5 vjetësh, bazë 10 vjetësh, mund të bëj lëvizje dhe të rregulloj segmentet të vogla. Dhe të lërë të dy gjurmët, se tani s'ke çfarë i bën. Në momentin që është shëmb, një kolegu im modhi një mendim, le të mos restaurohet me ajo që është shëmb, dhe letëri si një praktik për gjithë studentët e inxhinierisë dhe arkitekturës që të vinë ta shikojnë një projekt i gabuar ku të çon. Ndërkohë që aty u punuan një rrugë historike. Ndërkohë aty u punuan mbi të gabuarin. Nuk u hoq dorë, domethënë. Nuk u hoq dorë, vazhdon përsëri ajo. Edhe ka edhe diçka. Ju e bët në 2020, praktikisht kanë kaluar 5 vjet. 5 vjet të cilët janë shumë. Rruga u bë, se çfarë rëndësie ka për njerëzit mbas sa vitesh, nëse aty ndodh diçka ose nëse rruga ka probleme, askush do mendoj po të paktën Erioni Saj u fut në burg, se ç'i bëhet vonë njerëzve për Erioni Saj? Po pak rëndësi ka ynë apo sulm. E pra, jo. Fjala që bie, nuk ka rëndësi personi, njeriu, nuk ka rëndësi, ai denoncohet dhe spaku më në fund i gjen komunikimet. Ky është qëllimi i kallëzimit, që ata të frenonin punimet, domethënë të frenonin punimet pa leje mjedisore, duke prerë pemë pa leje mjedisore, sepse ato janë të gjitha provat të frenonin punimet pa lejen e ndërtimit, se leja e ndërtimit është 3 muaj mbas i kanë filluar punimet. Dhe shumë shkelje të tjera, por nuk u bë, nuk ka u arrit, pase kapacitetet e spakut ishin shumë të vogla në kohën se sa ish krijuar. Për mendimin tim, atë kallëzim atë betejë nuk e fitova, unë e quaj betejë të humbur. Ai nuk mendoni që e fitua atë betejë? Po sepse të gjitha pikat që unë parashikoja përveç se dëmit financiar, që dëmi financiar është një lloj si nga në buxhetin tim dhe në buxhetin tuaj, po dhe në buxhetin e prokurorëve, të gjitha pikat e tjera, shpopullimi, pjesa gjeopolitike aty të gjitha ndodhen. Ndodhen, kështu që unë e quaj një betejë të humbur atë. Dhe praktikisht e vetmja gjë që po ndodh është që po falet koka e një kryebashkiaku, kaq. Nuk kanë mbaruar hetimet. Nuk kanë mbaruar hetimet, vazhdojnë, por përgjegjës aty janë. Drejtori i RSH-s, keq më vjen. Inxhinier është, por është përgjegjës. Mos them që nga përgjegjësit kryesorë të se mund të çmendet kryetari i bashkisë, po financuesi me lekët e taksapaguesve shqiptar duhet të jetë i kujdesshëm kur të financojë një projekt. Sidomos kur ti ke indicio përpara tenderit që ka probleme teknike projekti, por ke edhe një tender fiktiv që doli fiktiv. Ai ka firmosur, domethënë. Po Balluku është ministri e linjës. E kuptoj, është ministri, po nuk ka pse nuk e dinte. I thanë kjo është më mirë dhe e bëri. Po ja kam njoftuar para tenderit unë kam njoftuar. Pse duhet të besonte ty që s'ishe pjesë e punës, do të mos besonte inxhinierët cilët po e projektonin këtë, se ka dhe diçka. Se di, nuk e di këtë pjesë, po pse nuk besoj dhe ku jemi sot? Po ku jemi sot? Rruga është bërë, jo, rruga është bërë në rregull, rruga është bërë. Inaugurua, kemi një rrugë. Po pra, rruga është bërë, por është bërë një rrezik, se aty mund të ishte edhe një autobus duke udhëtuar në momentin që rrëshqiti dhe do ishte një katastrofë shumë e madhe, por edhe gjatë gjithë dimrit do ta shikoni edhe këtë dimër nëse do bjerë bor, do shikosh që udhëtarët nuk do kalojnë fare në atë rrugë. Nuk do kalohet. Po s'kalohet, është e pamundur. Pjerësia aty është mbi 10%. Pjerësia, domethënë, ajo mua më kujton besoj që e keni kaluar në pjesën e Imarës, kur ra autobusi me... Mua më drejtën kamët kur kalojnë atë segmentin e Imarës, dhe aty më drejtën kamët në momentin e këputjes frenave, ajo ka një distancë të gjatë dhe pjerësi shumë madhe. Nuk ndodh që të 100% të udhëtarëve, po njëherë ndodh. Po njëherë ndodh. Dhe ju i drueni këtij fakti që mund të ndodh,
Dhe ndërkohë, ju thoni pra kur mendova të ftoja këtë mendova që ju jeni personi që e bë të denoncim dhe ja pra ku doli. Unë konsiderova që jam nga i fshatë dhe njoh mirë terrenin, njoh mirë zonën dhe më indicio më dha projekti që ishte kret, ishte nuk për type, ishte një projekt që kundërshtonte çdo gjë me realitetin.